që prej kësaj të premteje, 1 maj Shqipëria dhe Kosova kanë rikthyer zyrtarisht regjimin e lëvizjes pa kontrolle kufitare për automjetet me targa shqiptare dhe kosovare. Sipas marrëveshjes mes dy vendeve, kjo lehtësi do të jetë në fuqi deri në 30 shtator dhe pritet të ndikojë ndjeshëm në përshpejtimin e qarkullimit, sidomos gjatë sezonit veror, ku rritet ndjeshëm numri udhëtarëve mes dy shteteve. Automjetet me targa të Shqipërisë dhe Kosovës do të kalojnë pa ndalesa dhe pa procedura standarde të kontrollit në pikat kufitare, ndërkohë mjetet me targa të huaja do t'i nënshtrohen vetëm kontrolleve të shpejta me qëllim shmangjen e radhëve dhe vonesave, veçanërisht në pikën kufitare Morin Vermic. Ky regjim i lehtësuar rikthehet pas një periudhe 2 mujore ndërprerjeje, gjatë së cilës u aplikuan kontrolle të plota në kufi. Edhe në atë periudhë, megjithatë, fundjava dhe ditët festive vijuan me lehtësime të pjesshme për qytetarët e të dy vendeve. Ky model bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Kosovës është aplikuar dhe më herët dhe është konsideruar si një masë që lehtëson lëvizjen e lirë, nxit turizmin, forcon lidhjet familjare dhe rrit shkëmbimet tregtare. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm në orët e para të ditës së premte në territorin shqiptar kanë hyrë rreth 20.000 qytetarë, pjesa dërmuese e të cilëve nga Kosova, duke reflektuar menjëherë efektin e heqjes së kontrolleve kufitare.